Koha namazit jacis, Muhamedi s.a.s. na ka treguar, ka thënë wal isha ma lam yaghib ash-shafaq, do të thonë derisa të ketë kuçurrim në qiell, deri atëherë është koha e akşamit. E kjo kuçurrima në qiell, shikoni ju tani për shembull pasi të perëndoj dielli, kuçurrima në qiell çndron më shumë ti 1 orë, 1 orë 20 minuta, jo më shumë. Dhe koha e akşamit është e shikon ti vetë, mund ta shikosh vetë. Varet, nuk është e thënë, se ndonjëherë mund të jetë më gjatë, ndonjëherë mund më shkurtë, shikohet kjo mund. Mirë po, ne prapsi do shoft puna, do falenderojmë Allahun që jemi në këto vende. Unë tani isha para 2-3 ditë në Francë, edhe hoxha Abdullah Nabolli shkon në Francë atje shpesh. Akşami atje perëndonte dielli jak si koha. 9:45 perëndonte dielli. Edhe në Suedi para 3 javë kam qenë, dielli perëndonte 10:15, edhe jacia s'hike hiç hike vakti jacis. Deri në sabah kishte kushrim të diellit, të qiellit, deri në sabah. Në Francë, jo, në Francë ikte kushrim të qiellit, mas janë 1 orë e gjysmë, 1 orë 14 minuta, do të thonë e falshin jacin në ora 12. Na alhamdulillah jacin e falum kur i hena akşami atina. Alhamdulillah, mirësia Allah subhanahu wa taala. Mirë po kjo është vallai, shikon me kushrimën e qiellit. Këtu për shembull në Kosovë vonojnë shumë jacin. Sepse mundohet të jetë sigurt që ka hyrë vakti jacis, edhe e lan deri në 10:30 gati. Këto ditë është deri në 10:31 minuta është jacia. Mirë po, e falin masi ka hyrë koha, 14 minuta masi ka hyrë koha.